Propozimi i lëvizjes vetëvendosje për shmangje nga afati procedural për shikimin e ligjit për buxhetin e vitit 2026 në votimin e së shtunës në Kuvend ka dështuar. Ky rishikim sipas qeverisë dhe shumicës parlamentare parasheh pakun mbështetëse për qytetarët që lidhet me inflacionin që ka vlerën prej 200 milion euro, ndërkaq që opozita kundërshtoi procedurat që sipas tyre janë të ngutura. Me që pakoja 200 milion që mendohej se do të ishte edhe në favorin e punëtorëve të sektorit privat, siguruam një opinion nga kryetari i Sindikatës së Pavarur të sektorit privat të Kosovës, Jusuf Azemi, i cili pohoi se ishte vendim i dëmshëm. Ne kemi konsideruar mos votimin e kësaj pakoje si të dëmshme për punëtorët të sektorit privat, duke përsëritur edhe ata që po e propozojnë, edhe ata që nuk po e votojnë, që të dy palët kanë përbavi politike, por megjithatë ne mendojmë që ne spakut nuk duhet jemi pjesë e lojrave të tyre. Ai tregoi edhe për kohën se kur është dashur të miratohen këto mjete. Këto mjete ka qenë mirë që të ndahen para një periudhe 5-6 muaj ose një vjeçare, por megjithatë kur do të qoftë që këta mendojnë se është e nevojshme që të ndahen, ne nuk guxojmë të thomë se nuk i pranojmë këto mjete. Krahas kësaj, deputetët nuk miratuan shmangjen e procedurave as për trajtimin e projekt ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, si dhe projekt ligjit për energjinë elektrike. Konstatoj se me 58 vota për, 48 vota kundër, 3 abstenime, Kuvendi nuk miraton shmangjen nga afati procedural.